E rubrika RFM për mbrëmjen e sotme vjen prej një këngëtare shumë të dashur për publikun, sidomos me projektin e saj të fundit të titulluar Ku ishe ti. Në fakt, Bardhën kreti kemi njoft me mega hitin e padiskutueshëm Të kom rujt, të cilin e ka publikuar në pandemi, edhe ka pas një shpërthim shumë në karrierë, por njihun e më afër me Bardhën e hitëve të fundit që po i plason për publikun. Po ta dëgjoni këtë këngë e dini direkt se bëhet fjalë për Bardhën e hitit Të kom rujt. Pas një periudhe gati 3 vjeçare rikthehet me një intervistë ekskluzive. Është vetëm fillimi i lancimit të projektit dhe pauza ime 3 vjeçare e këngës tjetër. Projekti është ecë shumë mirë, komentat e njerëzve janë shumë të mira. Jam shumë e lumtur për faktin që për shkak pauzës shumë të madhe prapë ku mora dashninë e njerëzve. Por pse ndodhi pauza? Fansave të saj do ju interesonte shumë kjo pjesë. Po duke pas parasysh që unë edhe vetë menaxhohem dhe më çdo shku pas ku e me pauzu për shkak se tregu muzikor i kërkon një investim të lartë. Nuk janë edhe pak çmimet shumë të tolta, edhe për faktin të e di që në tregun tonë çdo ditë kemi fytyrë dhe këngë të reja. Ku ishe ti, një baladë ndjeshme realizuar edhe me videoklip, e ka shënuar rikthimin e fuqishëm të këngëtarës kosovare. Për në Zoom, Bardha thekson se ishte fiks kjo kohë për këtë baladë që njerëzit po e dëgjojnë kudo. E për ata që nuk e din, Bardha ka filluar karrierën në një periudhë as pak të këndshme, por asaj kohe ja po hajren. Fillimi i karrierës time ishte gjatë pandemisë. Jam shumë e lumtur dhe krenore për shkak se reagimet e njerëzve kanë qenë shumë mirëpritura për projektet që i kam bërë. I kam prit shumë mirë, edhe kjo më ka bë pak në vazhdo ma shumë me punu, ose më kthi pas një pauze shumë gjatë. Bardha potencon faktin se është e hapur për bashkëpunime, ama aktualisht mendon që karrierën ta kanalizoj me projekte solo, që kështu të krijojë një emër në skenë që do të jetë më i qëndrueshëm. Por nëse flasim për mbështetjen që Bardha mori, ajo hedh edhe pakunja. Shumë mirë që më dzej muhabetin se edhe në të ishta me dojë bashkë derin që tim. Fillimisht kur kam fillu muzikën, nuk është se kam pas për kroje për askojt, përveç se familjes, shoqnisë edhe rrjetet më të ngushtë. Pas taj të fillu me kohën, të e po që kam besim mu, me forcat e mia ja kam dollë edhe kam arrit këto ku jam sot. E sa i përkat showbizit, në fillim të lancimit projektit parë, kam pas për kroje prak, se mos edhe paka shumë e pon që janë të e gjuhë njerëzit shumë muzikën, edhe ka qenë diçka që u arrit shumë për njerëz, unë i prish shumë mirë, kam pas përkroja. Po momentin që kam pauzu, pas rikthimit tam nuk është që e kam pas përkrojën e në njëjtë, sikur që e kam pas fillim. Kështu që nashte muna dhe mi cikë që sa i përket projektit fundit, një sherë ose një diçka sot mjafton, për me të po që po të përkroj një artist i ri ose dikush i showbizit. Sa i përket përkrojes për artista përveç se Radit, bashkëpunëtorit tem që i baj tekstet me ta, ja kam besu punën e soj pjesë do me thonë, edhe përveç Butrin të Rashitit, nuk është që kum pas në i përkroje shumë më dhe për artista që e kam pas fillim. Çka pas Ku ishe ti? Po projektet Rodhës do të katë shumë shpejt mirë, po për momentin nuk guxoj me ndo, se nuk ka diçka konkrete, mirë po jo premtoj fillimisht që në momentin që do kem konkrete, do e ndoj me jo. Për fund, ajo ka një mesazh të jetë motivues që duhet patjetër ta dëgjoni. Unë kisha dosh me dhënë një mesazh shumë të mirë për krejt ata që na ndjekin. Suksesi nuk është përfundimtar.
Dështimi nuk është fatal, guximi për të vazhduar përpara ka rëndësi, kështu që ndjekni ëndrat tuaja, të jetojmë, të krijojmë një term sa më të mirë edhe për brezat që do na vinë pas.